إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut i lutemi që të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është vetëm se pasojë e veteve, e sjelljeve e veprave tona, cili ndo që Zoti e udhëzon nuk ka kusht ta humb, dhe cili do që humb nuk ka kusht ta udhëzoj. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtet që meriton të jetë Zot e të adhurohet si Zot përveç Allahut. Ai është një i vetëm, pa shok, pa ortak, pa bir, i pa imagjinueshëm nga mendjet njerëzore, sido që njerëzit ta mendojnë, ai është ndryshe nga që e mendojnë ata, pasi mendjet nuk mund të arrijnë Allahun Xhella Xhelalu. Nuk ja ka mundsuar Zoti mendjeve njerëzore të arrijnë perceptimin e të madhit Zot. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte njeri dhe i dërguar i Zotit, po jo vetëm kaq, ai ishte dhe vula e profecisë në tokë, domethënë mbas tij nuk do të ketë më profet dhe profeci. Misioni i tij përmbledhet në vargun kuranor: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Të sollëm në këtë botë ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam për të qenë mëshirim i mëshirës së Zotit për të gjithë botrat, për të gjithë krijesat. Mirësitë e Zotit, bekimet e Tij dhe mëshira e Tij qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të pastër, mbi shokët e Tij besnik, si dhe me të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Le të kujtojmë vazhdimisht porosinë që na jep Zoti në Kur'an: "O ju që keni besuar, friksojeni Zotit ashtu siç duhet dhe siç e meriton, dhe se vdekja mos t'ju gjej, vetëm se duke qenë musliman të mirë, musliman të vërtet." Kjo është sfida jonë, faktikisht Zotin e lutim që të na mbajë në këtë fe dhe në këtë besim sa të jemi gjallë, e nëse ja japim shpirtin Zotit si musliman, të jesh i sigurt se çfarë vjen mas vdekjes nuk është asgjë në krahasim me vuajtjet dhe dhimbjet dhe sikletet dhe streset që kemi jetuar dhe përjetuar në jetën e kësaj bote. Allahu na mundsoft që të jetojmë në Islam dhe të dorëzojmë shpirtin Allahut në Islam. Amin. I madhi Zot Allahu Xhella Xhelaluhu në meditimet tona në surën El-Maide i drejtohet besimtarëve dhe besimtareve, se dikush tha: "Pse Kur'ani është një libër mashkullor? Gjithmonë flitet në të, o ju që keni besuar." Këtë pyetje nuk mund ta bëj vetëm se një që është mashkull nga trunët e kokës. E ke parasysh truri është femër, ai që është vazhdimisht në aktivitet dhe punon, dhe ka tru mashkull, dru. Sikur ky njeri të kuptonte gjuhën me të cilën ka zbrit Kur'ani, ai thotë zbritëm arabisht që ta kuptoni. Dhe kur thuhet në gjuhën arabe, o ju që keni besuar, i përfshin të dyja gjinit. Kështu që themi në rregullat e Islamit, çfarë thuhet? Nëse vjen një urdhër për meshkujt në Kur'an ose në hadith, vlen si urdhër dhe për femrat, ose ndalesë, dhe nëse vjen në një urdhër apo ndalesë për femrat, vlen edhe për meshkujt, përveç se në të dyja rastet ka përjashtim me tekst plus. Çdo urdhër në gjuhën mashkullore është dhe për femroren, përveç se nëse vjen teksti që thotë jo, femrat nuk i përfshin ky ligj. Dhe çdo ligj që vjen për femrat është ligj dhe për meshkujt,
Përveç se nëse vjen teksti që përjashton meshkujt. Përndryshe, ligji është për gjithë njësoj. Nejse, çfarë të bëjmë? Këto na rrethojnë, këto kemi pranë. Vjen keq se dalin dhe në media dhe flasin. Nejse, edhe kjo s'është temë diskutimi. I madhi Zot Allahu xhalla xhelalu këtu pra në surën Al-Maide i drejtohet besimtarëve dhe besimtareve duke thënë: Ja ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali ash-shaytani fajtanibuhu innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a baynakum al-adawata wal baghdha'a fi al-khamri wal maisir wa yasuddakum anis salah fahal antum muntahun. O ju që keni besuar, s'ka dyshim se pijet alkolike, bixhozi me të gjitha llojet e tij, idhujt, putat dhe të gjitha metodikat e zbulimit të fatit apo të falleve janë vepra të pista prej punëve të djallit. Djalli i mallkuar, pra shejtani, me alkolin sidomos dhe me bixhozin, dëshiron që të fusin mes jush armiqsinë dhe urrejtjen, dhe që t'ju ndaloj juve nga përmendja e Zotit dhe namazi. Prandaj, apo hiqni dorë nëse doni shpëtimin e Zotit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka folur për këtë tematik shumë, ndërkohë që po shihja rreth kësaj teme, për kuriozitet po shikoja statistikat. Sa është numri jo i atyre që vdesin nga alkooli, jo. Sa është numri atyre që vdesin si pasojë e dhunës nga alkooli në vit 74.000 e plus, 74.600 në vit. Pjesoje për 365 dit dhe kupto pse Allahu xhalla xhelaluhu para 15 shekujsh e përmendi arsye në Kur'an. Shejtani nëpërmjet alkoolit dhe bixhozit ka synim të fusin në mesin tuaj përçarjen, urrejtjen, armiqsinë, dhunën, po edhe t'ju hutoj nga përmendja e Zotit dhe namazi. Prandaj apo hiqni dorë, Enes ibn Malik radiallahu anhu tregon. Isha thot në shpinë e Ebu Talhas radiallahu ta'ala anhu. Ebu Talha ka qenë njëri i pasur. Është ai sahabiu i nderuar, aktori i historisë së një hurme që e shiti gjithë fermën e tij të hurmave për një hurmë të jetimve. Nejse. I kishte ftuar njerëzit për drek dhe po hanin dhe po pinin e po shëndeshin në verë. E aty drejti kalon Tellalli, i nisur nga profeti alayhi salatu selam për shkak të këtij ajeti kuranor, i cili bërtiste, thot sahabiu, fi sukekil Medine. Sukek, sokaqet. Në për sokaqet, rrugicat e Medines. Dhe ai thoshte: Inna Allaha wa Rasulahu harrama al-khamr. Allahu dhe i dërguar i tij sot ka ndaluar një herë për gjithmonë al-khamr. Ebu Talha, Enesi dhe të gjithë ata që ishin prezent e dëgjuan Tellallin, e lan gotën. Thot Enes ibn Malik, dikush e kishte në gojë, e nxorri. Dikush e kishte në dorë, e la, dhe Ebu Talha i urdhëroi të gjithë ata, ose i tha atyre, më ndihmoni ta derdhim, vetëm rrugica, thotë Ebu Talhas, u mbush në verë, disa ditë ka ngelur balt pa u tharë. Aq shumë kish pas.
Kjo khamr a nuk kupton vetëm verën, apo nuk kupton çdo gjë që de. Faktikisht, aty në Kur'an khamr, në kohën kur është fol kjo fjala, nuk kuptohet vetëm vera. Mirë, po kjo fjalë khamr nuk kupton mbulesën. Për këtë arsye i thonë arab, kur përkufizojnë khamrin që ka ndalu Zoti në Kur'an, thot kullu ma khammara al-aql, çdo gjë që mbulon arsyen dhe logjikën. Për këtë arsye shamis që vjen gratë mbi kokë, që e ka përmend Allahu në Kur'an, për ata mendje meshkuj, cilët thonë nuk përmendet mbulesa në Kur'an, thot Zoti وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, ti derdhin shamijat e tyre mbi gjokset e tyre. Khumur, shamijat. Khumur një, khumur shumës. Nëse mbulon flokët dhe kokën, quhet khimar. Nëse mbulon trunin dhe arsyen, quhet khamr. E i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam sqaron duke thënë: kullu muskirin khamr, wa kullu khamrin haram, wa kullu muskirin haram. Çdo gjë që deh konsiderohet khamr. Çdo gjë që deh është haram, është diçka e ndaluar. Ose tha pejgamberi alayhis salam, ma askara kathiruhu famil'u al-kafi minhu haram. Nëse një pije kur është shumë e deh njeriu, edhe një ploçk e dorës prej saj bëhet haram. Pra ideja është, nëse pija është dehse, nuk mund tolerohet prej saj asgjë. Madje i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na tregon se për shkak të alkoolit 10 kategori njerëzish dënohen. Jo vetëm ai që e pin, thot ai që e mbledh, ai që e shtrydh, ai që e magazinon, ai që e transporton, ai që e magazinon masi është përpunuar, ai që e shet, ai që e blen, ai që përfiton, ai i cili e servir. 10 kategori njerëzish i përfshin dënimi, Zoti na ruaj. Ndërkohë që po meditoja më thellë, zbulojmë se kur flasim për fenë në përgjithësi, feja ka disa synime bazike. Feja ka ardhur me synimin kryesor t'ju sigurojë njerëzve besimin, arsyen, jetën, pasurinë dhe dinjitetin, nderin. Po të shohim alkoolin përballë këtyre, të gjitha preken. Si preket feja dhe besimi i njeriu. Po si preket? I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, njeriu në momentin që e pin alkoolin nuk është besimtar. Në momentin që e pin, nuk është besimtar. Pra me kuptimin, besimi i tij ka shkuar në fund. Ose sipas një transmetimi tjetër, ngrihet besimi mbi të derisa ta pi. E masi i pin, kthehet edhe një herë besimi tek ai. Pra me kuptimin, besimi i tij është shumë poshtë. Tjetra, përderisa Zoti e ka ndaluar dhe njeriu e vepron, a është kjo goditje në besim apo jo? S'ka dyshim që është goditje në besim. Arsyeja tjetër është se një njeri i cili pin alkool dëmton fenë e tij, pra me kuptimin nuk mund të falet. Edhe nëse falet, si pranohet namazi, ama duhet falet. Dëmton fenë dhe besimin e tij. Sepse ka bërë diçka që është shumë e rëndë. Dëmton njeriu jetën dhe ne sapo e përmendëm. Pra llogaritë e pak të sa i bie në ditë. Nëse shifra është
74.600, inshallah nuk jam gabim se mund të jetë 740.000, po unë po them minimale. Tani llogarit ti sa është në ditë. 200 e sa mijë në ditë. Pra rrezikohet jeta e njerëzve. Mos flasim sa vdesin si pasojë e asaj që sjell alkooli në jetën e njeriu. Sëmundjet e mëlçisë, sëmundjet e sistemit tretës, sëmundjet e sistemit nervor, sëmundjet e lëkurës. Dhe ju jeni dëshmitar të faktit se si shkenca kohët e fundit e ka hedhur poshtë pretendimin që një tekë mëngjes të bën mirë se të hap rrugët e zemrës, të kollon gjakun. Shkenca ka vërtetuar dhe nuk është studim i bërë nga muslimanët se asnjë pikë dhe se trupi alarmohet i tëri dhe terrorizohet i tëri në momentin që njeriu prek gotën e alkoolit. Çfarë do lloj emri pas alkooli? Nuk është problemi se si e ka emrin, se sa lidhet problemi me efektin. Mos më fol pastaj dëmin e madh që shkakton tek gjinia femrore. Është 3 fishi i dëmit që sjell tek gjinia mashkullore. Atëherë dëmton fen dhe besimin, dëmton jetët, dëmton arsyen dhe logjikën, e kjo nuk ka nevojë me fol shumë për të, sepse është e ditur dhe kuptohet. Dëmton pasurinë dhe lekun, sepse është një lek i harxhuar në haram. Dhe ti kur dalsh para Zotit, do të japsh llogari dhe për lekun tat, si e ke fitu, po edhe si e ka harxhu. E nëse e ke harxhu në haram, do të japsh llogari tek Zoti i Madh. Dëmton dinjitetin njerëzor. A e ke parë ti atë njeriu në dehur që s'ka asnjë lloj vlere, gjithë e shohin vështirësi. Dëmet që i sjell ai familjes, fëmijëve, dëmet që mund shkaktoj tek gjinia femrore në familjen e tij. Sa ai është i papërgjegjshëm. Dëmet që shkakton tek njerëzit e tjerë, në mënyrë se si sillet apo se si e trajtojnë atë njerëzit e tjerë. Dhe ne këtu kuptojmë atë fjalën e Zotit që tha min ameli shejtan, vepër e djallit. Po mirë më tha njoni, a ka kriju Zoti rrushin? E pse duhet të jetë rakia apo alkooli haram? Po Zoti ka kriju shumë gjona që i ka vrarë njerëzit në sprovë. Jo çdo gjë që ka kriju Zoti mund të hahet, e të pihet. Se dhe ajo që del nga njeriu, Zoti në fund fare ka kriju. E han kush atë se e ka kriju Zoti? Ja, çfarë thu? Po edhe unë them o çfarë thu? Ka kriju Zoti, e ka bërë Zoti. Zoti ka kriju gjithçka dhe njeriu e ka vënë në provë. Dhe nuk është argument se e ka bërë Zoti të jetë halal. Se puna ati që tha një nga ligjëruesit me famë botërore, jo musliman. Si mund themi, thoshte që derri është haram ndërkohë që e ka kriju Zoti. Mendja mashkullore më vëlla. Mendja mashkull, zero në punë. Sipas kësaj logjike çdo gjë që e ka kriju Zoti është e bukur dhe jo më zotni. Allahu i ka sprovuar njerëzit me shumë gjona për të parë përkushtimin dhe devocionin e njeriu. Ora ku do duket i devotshmi dhe jo i devotshmi? Ku do duket? Nuk mjafton zemra e pastër, jo, as zemra e bardhë. Nuk mjafton. E ku e di unë se si e ke zemrën ti? Vetëm fakti që thua kam bardhë mjafton me kuptu që vetëm bardhë nuk e ke. Sa ai që e ka bardhë nuk e thot kur. Ai që e ka të bardhë thot Zoti na fal. S'ka njëri pa gjunofe. Vallai gjithë jemi gjunofçar. Ky e ka zemrën e bardhë. Ndërsa ai që rref gjoksin thot unë kam bardhë, vallai vetëm të bardhë nuk e ka, pasha Zotin që man qiellt edhe tokën. Qiellt edhe tokën.
Pejgamberi alayhis salatu selam e këshillon një sahabit nderuar Ebu Dardan dhe i thot, i jep disa këshilla. Një nga këto këshilla i thot, wala tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli sharr. I transmetim tjetër, fa innaha ummul khabaithi. Tha mos e pijen alkolike, se është çelësi gjoje, se është çelësi gjithë këqijave. Transmetimi tjetër, mos e pi alkolin, se alkoli është nëna e të këqijave, pra baza e çdo të keqje, për shkak të efekteve dhe të pasojave. Dikush thot, po mirë Allah, nëse unë nuk arri në fazën e dehjes, pra thjesht pi, po nuk dehem. Themi Zoti tha në Kur'an, çfarë tha Zoti në Kur'an? Tha hiqni dorë, tha mos e pini, vepër e shejtanit. Jo, tha njoni, se rakia është si qumshti nonës. Çfarë je vëlla? E ma vetëm për musliman? E bie që ti mërzotni, mos kesh lexuar ndonjëherë Kur'anin në jetën tate. Rakia tha, shko direkt në tru, nuk vjer fare në stomak. Ej, Zot, la ilaha illallah. Ta zbëhen. Nuk bëhen këta njerëz, pasha Zotin. Njerëz të tillë, gjithçka mund të jenë, po vetë se librin e Zotit nuk e kanë lexuar ndonjëherë. Kanë bë llafe me Kur'anin, janë zi me Kur'anin e nuk e hapin gjallë në botë. Se ta kishin hap Kur'anin një herë në jetën e tyre, nuk do të thoshin një fjalë si kjo që thotë të bën mirë, e rëndësishme është mos të dehesh. Po ma gjejmë në Kur'an ku thuhet e rëndësishme mos të dehesh. Ma gjej nga fjalët e profetit alayhis salam që thotë e rëndësishme mos të dehesh. Ma gjejmë ku e thot shkenca që nuk bie në stomak po shkon tru. Ma gjejmë ku e thot feja e Zotit që është si qumshti i nonës. Për këtë arsye duhet me i rujt fëmijët dhe familjet nga ky ves i poshtër dhe i keq. Se nga njerë njerëzit binë viktim e dëshirës për ta parë, për ta ndjerë se çfarë shije ka. Dhe ajo atë keq e ka. Pastaj fillon si puna e duhanit dhe si puna e bixhozit. Shumë njerëz kanë rënë viktimë e bixhozit thjesht për ta provuar një herë kot. Dhe shumë njerëz kanë rënë viktimë e duhanit thjesht për ta provuar një herë kot. Dhe shumë njerëz të tjerë kanë rënë viktimë e alkoolit thjesht se kanë pirë një herë dhe kanë përjetuar, e kanë menduar se në ato momente i harrojnë hallet dhe sikletet, e pastaj kur vinë vete bëhen pishman si derri, po edhe pse bëhen pishman prapi tërheq e keqja dhe kthehen pastaj në të mvarur prej alkoolit, e për këto të mvarurit nga alkooli, pejgamberi alayhis salam ka thënë, kush vdes i mvarur nga alkooli në zjarr të xhehenemit, do t'i jepet të pi nga tinatul khabal. Tha në pejgamberi i Zotit, e çfarë është kjo tinatul khabal? Tha lëngu i qelbit dhe i djersës dhe i urinës që ju shpëton banorëve të xhehenemit në ndëshkim me sipër dhe përfundon në një lugin që quhet el khabal. E lëngu që mushet ai vend me atë aty, do të pinë ata njerëz të cilët kanë vdekur si të mvarur prej alkoolit, nëse nuk pendohen. E nëse pendohen, Zoti i fal gjitha. Nëse heqin dorë, Zoti i fal gjitha. S'ka gjë që Zoti nuk e fal. Nëse njeriu pendohet, e ndër këto gjëra që Zoti e fal, nëse njeriu pendohet, është edhe pirja e alkoolit. Ndërkohë që po meditoja rreth këtij ajeti, më kujtua sikleti i madh që përjetojnë kuranistat, ata që thonë ne pranojmë vetëm Kur'anin.
Vjen një kuranist, a thotë ne nuk e pranojmë hadithin, por vetëm Kuranin. Ke ky ajet kuranor. Ndërkohë që diku tjetër thuhet diçka tjetër. Diku tjetër përmendet diçka tjetër dhe ka kuranisti 3 ajete përballë njëna tjetrës. Subhanallah. Më tha njoni ditë, hoxh tha, ti tha me priftrit rrin, po edhe me shijat rrin, po edhe me të gjithë rrin. Si ti tha nuk ke tolerancë fare në ligjërimet e tua ndaj kuranistëve. I thash gjithë se cili ka fen dhe besimin e tij. Me priftrit mund të rri në interesat tona të përbashkëta, po edhe me ata tjerët mund të rri, me të gjithë mund të rri. Ndërsa kuranisti nuk ka asgjë që më lidh mua me të, sepse ai është mohuesi i Kuranit. Një njeri që nuk pranon hadithet e pejgamberit alayhis salam dhe thotë unë do të eci vetëm me Kur'an, ka mohuar Kur'anin 300 herë. Dhe një nga ajetet që kuranisti është i detyruar ta mohojë është ky ajet, ose do të mohojë 2 të tjerat. Kështu që i bie më mirë të mohojë këtë, e thotë nuk ka gjë nëse pin njeriu, sepse i bie që të mohojë 2. Më mirë thotë 1 se sa 2. Edhe del ndonjëri prej tyre që thot alkooli është i lejuar. Stres të madh përjeton ky grup i cili nuk ka asgjë të përbashkët dhe asgjë nuk na lidh neve me këtë grupim. Ai që thot unë pranoj vetëm Kuranin dhe si pranoj hadithet, ai s'ka lidhje me fenë e Zotit dhe ne me të nuk mund gjejmë asnjë lloj emëruesi të përbashkët. E kam për derë dhe për kënaqësi tri me i prift, tri me këdo tri, kushdo qoftë personi, ndërsa me këtë lloj kategorie njerëzish nuk mund të rrish, sepse këta janë shkelësit e Kuranit dhe mohuesit e Kuranit. Kur pata një takim një herë me këta, duke qenë se jemi në surën El-Maide, gjëja e parë që më shkoi në mend ishim ulur në tavolinë këzyra. I thash po mirë, i thash, Zoti thot në Kuran, e kur ju të bëni thirrjen në namaz, si bëhet thirrja në namaz? Për Zotin desh u myt, desh i shkoj llapa poshtë. Pastaj i bëra 10 ajete të tjera që merrën aty në moment. Përgjigjja e tij kush ishte? Do të jap përgjigje për gjitha këto që më pyete, o hoxh. Dhe u bë o vëllezër, tani jemi viti 2025, ne jemi ul para 7-8 vitesh. Ndërkohë që del si papagall nëpër media, nëpër TikTok e tjerë e tjerë. Dhe mua më vjen shumë keq që ka për muslimanëve të mirë dhe të sinqert që futen në debat me të dhe që janë pa përgatitur. Dhe ky është gabim tjetër. Neve nuk na lejohet të hyjmë në debat kur nuk njohim dhe kur nuk dim. Sepse nuk është problemi a u bind personi përballë apo jo. Problemi është tek pjesa tjetër që shohin ja, thotë ky foli me të, nuk e përgjigj dot. Ai nuk e din se ti je hungardhi për vete. Po thjesht u futet me emocion. Ai nuk e din. Ai thotë ja, foli me një musliman, ai i përmeni e gozhdoi. Ndërkohë që është i gozhduar në tru të vogël. A e ka bërë Islami heqjen dorë nga alkooli kusht që njeriu të quhet musliman? Jo. Si jo? S'ka dalë për feja në Allah, ai që pin alkool. Ka bërë gjuna, po. Ama nga feja Islami nuk ka dalë. Argumenti se nuk e ka thënë pejgamberi alayhis salam një gjë të tillë. Madje pejgamberi alayhis salam i ka trajtuar njerëzit që kanë pi alkool si musliman. Transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij nga Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu se një burr që quhej Abdullah, e kishte emrin Abdullah. Mirë, po këto me njëri tjetrin i thoshin Himar. Kështu ja kishin vu epitetin. Rrinte shpesh tot në mezhliset e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe bënte shaka. Dhe pejgamberi sa se gjithmonë e afronte. E sollën tha një herë të dehur. Tha pejgamberi alayhis salam zbatoni ligjin. E sollën edhe një herë tjetër. Tha pejgamberi sa se zbatoni ligjin. E sollën edhe një herë tjetër. Tha zbatoni ligjin.
U qua njëni, thot transmetuesi, ka disa komente që thon ka qenë Omeri ky që ka fol. Tha akhzak Allah, të poshtroft Zoti, të mallkoft Zoti. Pejgamberi alayhis salam i tha, mos e mallko. Fa innahu yuhibbu Allah wa rasula. Sa e don Allahun dhe dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Por nuk ka dal nga feja, nuk ka dal nga Islami. Por ne jemi tek ajo linja që ne tham, muslimani do të jetë larg, sepse përfshihet në një nga mëkatet e mëdha në Islam dhe pasojat dhe efektet dhe imani dhe besimi dhe namazi 40 ditë e tjerë. Fahel antum muntahun, hiqni dorë pra që t'jeni të shpëtuar. Nëse Islami ka folur në këtë gjuhë kaq të rëndë dhe kaq intolerante dhe kaq të ashpër ndaj pijeve dehse ose pijeve alkolike, e njëjta gjë, o vëllezër dhe motra, vlen për çdo lloj substance tjetër që bën të njëjtin efekt, madje dhe më keq akoma. Ligji është njësoj, madje edhe më i rënd akoma. Edhe mos thuj se ka përmend, nuk është përmend Kur'an. Mos e lër shejtanin të luaj me ty ping-pong. Kur'ani e ka thënë qartë, pije dehse. Po kjo tjetra çfarë është? Dehse dhe shkatruese, njëkohësisht. Kurani e ka thënë qartë, Allahu ju ka ndaluar çdo gjë që është e keqe dhe e dëmshme, dhe ju ka lejuar çdo gjë që është e mirë dhe e dobishme. E thot Kurani, yuhillu lakum at-tayyib wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith wa yuhillu lakum at-tayyibat. Ju ndalon çdo gjë që është e fllihur, e keqe, e shëmtuar, e dëmshme, dhe ju lejon çdo gjë që është e mirë, e pastër dhe e dobishme. Kur'an. S'ka dyshim, nuk ka dyshim se është edhe më keq akoma. Prandaj kujdes. Kujdes për veten tuaj dhe kujdes për familjen tuaj, se vallahi billahi ajo është një e keqe që ka keq sa të filloj njeriu me të e pastaj bëhet i mvarur dhe pastaj bëhet viktim dhe pastaj futet në rrjet për të dalë nga situatat apo për të justifikuar paaftësinë e tij në jetë. Prandaj me kujdes, mbajini fëmijët afër. Harxhoni dhe shpenzoni për fëmijët tuaj. Më mirë t'i harxhoni parat në edukimin dhe angazhimet e tyre, se sa t'i harxhoni parat për t'i nxjerrë nga burgjet pastaj. Më mirë harxhoj lekët e tuaja te fëmia jot për ta marrë në kontroll, për ta marrë në angazhime, për ta fut në aktivitete e për ta marrë me vete kur vjen në xhami, se sa t'i harxhosh parat nesër në për spitale, në për policira apo në për gjykatra e kështu me radhë. Prandaj me kujdes të madh. Prandaj me kujdes të madh dhe vijeni në vesh porosinë e Zotit në surën El-Maide, për cilën ne folëm sot. Tema e fundit ose pika e fundit, po mirë tha dikush, po nëse duhet me përdor si ilaç. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu nuk ka vendos ilaç në asnjë prej gjërave që ai ka ndaluar. Pra nuk mund të jetë diçka e ndaluar nga Zoti ilaç, po ka dhënë efekte për shembull. Or zotni, ka shumë gjëra të tjera që zëvendësojnë. Thjesht vejnë punë trunin, futi u shkencës studimit dhe gjej gjën tjetër që e zëvendëson. Po mirë, janë disa preparate mjekësore, të cilat nuk shkrihen vetëm se në alkool. Mund shkrihen dhe në gjëra të tjera, por nuk e japin efektin dhe humbin efektin. Themi, okay, këto janë raste përjashtuese. Dhe se në këto raste përjashtuese njeriu nuk pin për të dehur, po pin aq sa duhet
për efekte ilaçe etj. Se elhamdulillah feja e Zotit ka parashikuar të gjitha situatat. Dhe gjithmonë dietarët dhe hoxhallarët në rastin e ilaçeve pyesin, a ka diçka tjetër që e zëvendëson? Nëse pyet se thotë jo, nuk ka gjë tjetër që e zëvendëson, atëherë thonë nuk ka problem, sepse kjo nuk përdoret për dehje, as nuk përdoret për pirje, thjesht është punë ilaçi. Dhe e fundit fare mund përdoret përdorim të jashtëm, siç është për shembull rastet e dezinfektimit apo rastet kur njeriu është në mjekësi, nuk ka asnjë lloj problemi. Nëse përdoret për përdorime të tilla, nuk ka asgjë, ose rasti i parfumeve kështu me radhë nuk përbën asnjë lloj problemi. Po nëse është një pije që nuk ka alkool, po e ka emrin si pije të alkoolit, nuk ka asnjë lloj problemi, siç është rasti për shembull i birrës pa alkool, i verës pa alkool, i shampanjës pa alkool. Të gjitha këto janë halal sepse Zoti e ka ndaluar atë që e ka ndaluar për shkak të dehjes dhe jo për shkak të emrit. Për shkak të dehjes dhe jo për shkak të emrit. Për këtë arsye e quajti Allahu xhalla xhelalu pijen e banorëve të xhenetit, si e quajti? Khamr, ver. Nuk tha Zoti long rushi, me që vera nën kupton atë tjetrën. Jo me jo ver, po thjesht la ghaulun fi, pa alkool mrena. Nuk ta merr mendjen. Për ndryshe është ver, po është ver pa alkool. Kështu që po të ishte problemi tek emri, si thon disa mendje mashkullore, do të kishte ndruar Zoti emrin verës xhenetit dhe do të kishte bë lëng rushi. Jo me jo quhet i khamr, siç quhet vera. Prandaj ku është halal mshoj, e ku është haram heqdor, e shqyr Zotit ne jetojmë në një kohë që për çdo haram ka me 10 qindra asortimentet e tjera halal që e zëvendësojnë, po ke pati që njeriu t'i omeltohet harami, i ngel mendja ke harami, ndërkohë që halali është me bollik të madh. Për këtë arsye nuk gjejmë ne në fenë islame listim për halalin, po gjejmë listim për haramin, që do thotë 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 kaq. Pjesa tjetër është halal dhe e lejuar me kushtin e vetëm nëse nuk të bën dëm apo nuk është diçka që sjell pasoja negative në jetë. A nuk duhet me thonë o vëllezër nga thellësia e shpirtit, elhamdulillah? Duhet thonë apo jo? Thuaj pra elhamdulillah. Elhamdulillah që Zoti na udhëzoi e na i çeli syt dhe e lut Allahun e madh, Zotin e gjithësisë, siç na udhëzoi në Islam, pa e kërkuar ne, na mbaj në Islam se këtë pa e kërkojmë ditë natë. Allahumma thabbit qulubana ala dinik. O Allahu Zot, na i mbaj zemrat tona në këtë fe dhe në këtë besim sa të jemi gjallë.